Ishte një nga ato net kur shtëpia e Big Brother Kosova nuk flinte, edhe pse të gjithë ishin të shtrirë. Ajri ishte i rëndë, muret dukeshin sikur mbanin brenda çdo fjalë të pathënë, çdo ndjenjë të shtypur prej javësh. Alba kishte kohë që nuk gjente qetësi. 2 muaj brenda atyre mureve, 2 muaj pa Limin pranë siç e kishte ndjerë dikur, 2 muaj ku çdo ditë i dukej më e gjatë se e para, kur u përball me të, nuk ishte më ajo Alba e qetë që mundohej të kontrollonte emocionet. Diçka brenda saj kishte plasur. Syt i digjnin, duart i dridheshin dhe zëri i dilte i ngjyrur, jo nga frika, por nga dhimbja e mbajtur gjatë, vetëm unë e di çfarë kam hequr këtu brenda. Shpërtheu ajo, vetëm unë e di çfarë do të thotë me u çu çdo ditë pa ty, me ushtirë e fortë, kur brenda jam shkatëru. Limi tentoi të fliste, por Alba nuk e la. Fjalët i dilnin si ortek, pa u ndalur, pa u filtruar, 2 muaj, Limi. 2 muaj pa ty, 2 muaj me të parë çdo ditë dhe me e ditë që si më ai që ishe për mua. A e di sa vret kjo? Ajo ju afrua edhe më shumë. Distanca mes tyre u zhduk. Nuk ishte më lojë, nuk ishte më strategji. Ishte vetëm njëri përballë njeriut, me gjithë plagët e hapura, do të mbys krejt. Bërtiti ajo, jo si kërcënim real, por si klithmë dëshpërimi. Si një njeri që nuk di më si ta nxjerrë dhimbjen ndryshe. Në atë moment, emocionet e morën kontrollin. Alba e goditi Limin në shpatulla me grushta të një pasnjëshëm. Jo për ta lënduar, por për të nxjerrë gjithë barën që mbante mbi supe prej javësh. Çdo goditje ishte një ditë e kaluar në heshtje. Një natë pa gjumë. Një lot i derdhur fshehurazi nga kamerat, e sheh këtë? I tha mes lotësh, kjo është çfarë kam mbajt brenda. Kjo është çfarë më ke bo pa e kuptu. Limi nuk reagoi me dhunë. Qëndroi aty i shtangur, duke e lënë Albën të shpërthente. Ndoshta për herë të parë e kuptoi se sa e rëndë kishte qenë ajo distancë për të. Sa shumë peshë kishte mbledhur ajo brenda vetes, banorët e tjerë u afruan. Produksioni reagoi, por momenti tashmë kishte ndodhur. Një moment i pastër emocional, i papërpunuar, i dhimbshëm, që Big Brother e nxjerr gjithmonë në pa, njeriu pa maskë, Alba u ndal. Fryma i ishte rënduar. Duart i ran poshtë. Lotët filluan t'i rridhnin pa kontroll. Ajo nuk ishte më e forta, as rebelja, as vajza krenare. Ishte thjesht një grua e lodhur nga pritja, nga mungesa dhe nga dashuria që nuk dinte ku ta vendoste më, kaq, tha me zë të ulët, kaq kisha për me nxjerr. Jo më. Ajo u kthye dhe u largua ngadalë, duke lënë pas një heshtje që peshonte më shumë se çdo debat. Një heshtje që publiku jashtë do ta ndjente fort. Sepse në Big Brother Kosova, momentet që mbahen mend nuk janë gjithmonë fjalët e bukura, por shpërthimet e sinqerta, edhe kur janë të dhimbshme, dhe ajo natë nuk ishte fundi i historisë së Albës dhe Limin. Ishte pika ku gjithçka doli në sipërfaqe. Aty ku u pa qartë se dashuria, kur shtypet gjatë, nuk zhduket, ajo shpërthen.